Rreshet e shiut kanë pushuar, por rruga në drejtim të fshatit të Bot në njësinë administrative të anës së malit vijon të mbetet e pakalueshme. Komunikimi i kësaj zone me Shkodrën kryhet vetëm përmes mjeteve të larta të ushtrisë, ndërsa në Nuj janë edhe 10 hektar tokë bujqësore të kësaj njësie, si dhe në njësitë Bërdic, Dajq dhe Velipoj. Banorët thonë se kjo situatë ndodh sa herë ka shkarkime nga hidrocentralet, duke i kërkuar SPAK të hetojë këtë gjë, ndërsa apelojnë për rishikim të ligjit të digave. Po fajt kryesor i kanë zëtnit e mlajt. Shkarkimet, e? Ska, nuk, ka frëshra se me 2, a kënë buna tokë. I do, dhe na. Ka frëshra 3 dit, e ata njët mas të mojtë ujnë prap. Ata ka fajt kryesisht. Ndash, ta marri për sivir për më sa marri. Po këto do të marrë, ata SPAK-ut, ata më kanë bërë, s'kanë burë ata, marrë të në ato. Edhe me bërë verifikimin, edhe me shikiu lisin e digau. Se nuk ma të ujë sëtë, e sëtë me plasë, azina me zotit. Sa dhe në dërmejt, me të tokë dërmejt, se vetër bëve kërë SPAK-u, prejtë në SPAK-u dole me i paslo. Edhe me kërku lisin e digau. Për anën e malit. Edhe në malësi të madhe në fshatin Vukpale, rruga aksesit është e blokuar nga uji në disa ura hyrëse në fshat, me nivel mbi 3 metër. Në Vaudejes uji është tërhequr, ndërsa Komisioni i Emergjencave Civile ka nisur procedurat për përgatitjen e dokumentacionit për dhënien e mbështetjes. Bashkia ka ofruar ndihmë emergjente për çdo familje të prekur apo rrethuar nga uji në vallën e Dejes. Në kaskadën e Drinit prurjet vijojnë të jenë të larta. Në hidrocentralën e Fierzës ato janë 2100 m3 në sekond. Në Koman 700 m3 dhe në vallën e Dejes 200 m3 në sekond. Kuotat janë pranë pikës maksimale në këto 2 hidrocentrale, ndërsa shkarkimet vijojnë, por këtë të njëjtë pa u bërë publike sa është sasia këtyre shkarkimeve. Prodhimi ditor në 3 hidrocentralet arrin në 12.700 MW/orë.